Një super i vdekur. Konferenca e mësipërme po ndodh, shkurt ai është ringjallur. Dhe ky rast u bë i panjohur sepse kishte shumë njerëz që ishin dëshmitar. Kishte certifikatën e obitos, ishte mjeku që tha se e kishte mbushur me formula. Dhe pa dyshim që ai u bë i njohur. Pse? Sepse po. Mund ta imagjinoni. Të gjitha dhuratat që Zoti kishte për ta rindërtuar këtë njeri, ndoshta e lejuan këtë histori në mënyrë që bota të kujtonte ende se Zoti është Zot dhe mund të bëjë gjëra mbinatyrore. Cili është problemi i botës evropiane? Që ne nuk themi thjesht e di që Zoti do ta bëjë, ne duam të shohim, shoh që kur dikush po lutet për shërim, të gjithë janë aty, le të shohin nëse shërohet. Me se shërohet, atëherë besoj, apo jo. Sepse mendja jonë është shumë e prirur të kuptoj gjithçka dhe me Zotin. Nëse ti do të kuptosh gjithçka, bëhet e ndërlikuar, sepse Zoti është Zot dhe rrugët e tij janë më të larta se të tuat. Disa vite më parë, na erdhi një pastor nga Jakarta, Indonezi. Ndoshta disa prej jush ishin aty, ku na tregoi për ndjekjet, njerëz që vdisnin, koka që fluturonin, një tragjedi e vërtet. Dhe ai më tha diçka, më tha kështu: përfitoni tani që keni muslimanët sapo kanë ardhur dhe kur ata bëjnë Ramazanin, lutuni që Jezusi të shfaqet atyre, sepse në kishën e tyre gjatë Ramazanit e dini që Indonezia është plot me muslimanë, por kisha e tyre ka 30.000 antar. Dhe ka shumë kisha, shumë besimtar, edhe pse ende ka përndjekje sidomos në përhishuj, a i tha sepse ata vinë këtu, besojnë, por pas disa vitesh bëhen si ju mos besimtar. Dhe unë, shikoni, i thash, si ne? Ne i njohim Europianët, ju nuk besoni fare në asgjë. Dhe po thosha, merrni muslimanët që konvertohen sa po mbërin, sepse ata kanë besim dhe më pas bëhen si ju. Unë thash, mendo, ky mos besi njihet edhe për te oqeanin, por ne po shpallim që për shpirtëroren e Italisë dhe të Europës, Jezusi do të njihet sërish. Ka një popull mes popullit dhe ne duam po, sa më shumë kohë kalojmë me Zotin, sa më shumë shoqërohemi me Zotin, është e qartë që edhe aq më shumë shohim. Se sot në Afrikë, në Jakarta, në Amerikën e Jugut ndoshta kanë më shumë besim. Sepse ata kanë parë edhe më shumë gjëra, sepse kanë njohur edhe më shumë njerëz që kanë përjetuar shërime, mrekulli aq të mëdha sa është e lehtë të lutesh për ta. Kam predikuar një herë në Argjentinë dhe shija aq shumë shërime. U ktheva në shtëpi me pakot të mbushura, plot me kërkesa për lutje për shërim. Shëroheshin dhe unë e pyeta veten, më falni, por jam gjithmonë unë, e njëjta nga Italia që jam këtu dhe thash amigos dhe gjithçka ndryshoi. Unë thash, jam gjithmonë unë, por nuk varri as nga besimi im, varri nga besimi i tyre. Ata njerëz kishin besim. Amen. Kush e mban mend Aldon, burrin e pastores Klegi? Aldo, unë gjithmonë kam besim kur ai është i sëmur, them. Unë jam këtu, sepse Aldo gjithmonë shërohet, pi lutesh, Aldo shërohet. Një herë hyri këtu, disa e mbajnë mend, apo jo? Ai hyri, doli, sepse Zoti e kishte shëruar. Një herë e kishte krahun ashtu, tha, hajde, atëherë lutu me mua. Unë e dija, sepse ai ka besim, unë kisha besim. Kur takoheshin besimet, ai gjithmonë shërohej, sepse ka njerëz që sa më shumë përjetojnë gjëra, aq më shumë rritet besimi i tyre, thonë. Nëse Zoti më ka shëruar një herë nga gjëra të rënda, ai mund të më shërojë edhe një herë tjetër. Dhe pra, sa më shumë që ne prekim, është e qartë që jo vetëm besimi ynë, por edhe besimi i kishës së Jezusit do të rritet. Dhe pikërisht këtu dua t'ju çoj. Ne po lutemi dhe Zoti na ka thënë të stërvitemi në natyroren, të stërvitemi në dhëntit që kemi, sepse pastaj ai do të bëjë pjesën e tij.
por ne duhet të rritemi në atë që Zoti na ka dhënë. Pra, unë kam disa fjalë njohurie, ndoshta të vogla. Edhe nëse marr vetëm një guximin ta lëshosh atë fjalë mbi dikë. Shiko, unë kam besim për dhimbjen e hundës. Fillo me atë, sepse sa më shumë të shohësh njerëz që shërohen nga duart e tua, aq më shumë do të fillosh të kesh besim për gjëra të tjera. Dhe sa më shumë të stërvitemi në natyroren, pastaj mbi natyra nuk do të varet nga ne, është e qartë. Unë mund të stërvitem sa të dua, por nuk mund të krijoj një veshk. Amen. Por unë mund të stërvit besimin tim të Zoti me gjëra të vogla. Deri në nivelin ku dhuntia ime na arrin dhe unë mund të rritem. Na tregoni se si mund të rritemi në dhuratat që na jep Perëndia. Por ka një faktor shumë të rëndësishëm, tani do të lutemi. Duhet guxim. Ndonjëherë duhet guxim për t'i thënë edhe vetëm një fjalë bikujt. Edhe kur dikush thot lutu për mua, çfarë nuk shkon? Tham dhimbje këtu te veshi. Eja të lutem. Mund të bësh edhe gjithë atë stilin amerikan të ungjillorëve. Oh, me emër të Jezusit. Por dua të shoh kur rasti është pak më i rënë, si të ju ngiqo, apo jo. Që shkon atje dhe thua, më shpëto sepse më ke dërguar te ky rast. Por unë besoj se kur ne bëjmë një hap besimi, Shpirti i Shenjtë, ju ngiqo është një rast, a i bëri hapin e tij, i rrëfeu Zotit edhe dobësinë e vet, ju kujtohet? Në Bibël, kur Jezusi i thot një burri që ka djalin e sëmur, të sëmur rënd, të pushtuar nga demonët, i thot, a beson ti? Çfarë thot ai njeri? Zot, unë besoj, por më ndihmo në mosbesimin tim. A nuk ju duket një kundërshti? Ai i tha, unë besoj, por jam mosbesues. Unë besoj, por jam mosbesues. Jo, nuk është tamam ashtu. Ai i tha, unë besoj se ti mund ta bësh, por kam një kufi. Kam një kufi, në atë kufi që kam, të cilin e quaj mosbesim, kam nevojë për ndihmë, sepse nuk arri dot më shumë se kaq. Dhe kjo do të jetë lutja jonë sot. Kam një kufi, unë besoj se ti mund ta bësh. Ka njerëz që thonë, unë besoj se Zoti mund të bëj. Këto kia. Kam një besim kur lutem për të tjerët, por kur lutem për mua, është krejt ndryshe. Për shembull, unë kam më shumë besim kur lutem për mua se sa kur lutem për të tjerët, sepse unë e di që shërohem. Thonë, unë shërohem, por ndonjëherë me të njëjtin problem të personi përballë, them, po pse nuk i besoj besimit të tij? Dhe atëherë duhet të them, Zot, besoj, por ndihmon në mosbesimin tim. E ndihmoj Jezusi apo nuk e ndihmoj? Po, sepse sinqeriteti i zemrës është arma jonë. Nuk është se duhet të jemi superhero, duhet të themi se kam kufi, por dua të shkoj përtej kufive të mi. Kush dëshiron t'i shtyr kufit e vet drejt mbi natyrshmes? Të gjithë ne dhe të gjithë duam të mësojmë nga kjo. Amin. Ditën tjetër, një burr me emrin Randi Qark të vinë në konferencën one dhe ne e kemi ftuar atë për 2 vjet tani. Kush ka dëgjuar ndonjëherë për këtë njeri? Ai është profesori i shërimit në kishën Bethel. Dhe me e bim. I mendon se ai përdor diçka të çuditshme, sepse e bën këtë, lutet për shërim dhe e bën këtë. Kush ndihet 20% i shëruar? Dhe shikova dhe thash, çfarë është kjo gjë 20%? Dhe ai tha, e dini pse? Sepse personi mund të thotë. Nuk duket se vem, por çfarë nëse jam unë? Po si kur të më vem? Pra, a i thot, përdor 20%-shin tënë, dhe kështu njerëz, ndoshta unë. Dhe a i e kupton se kjo është mosbesim dhe fillon të punoj me ta në besimin e tyre. Lutu përsëri, Zoti të bëf të besosh më shumë. Dhe nga dal, dhe a i e bën këtë për në shkollë, nuk është se e bën kështu. A i e bën këtë për të mësuar njerëzve se ndonjëherë duhet të zgjerojmë besimin ton natyror, pak nga pak duke bërë eksperimente edhe mbi veten tonë. Amin.
Sidoqoftë, kur të vi do të na mësoj të gjithëve strategjinë e tij, unë nuk jam ai, në fakt unë e ftova. Tani dua t'ju ftoj të ngriheni në këmbë dhe ne së bashku, sepse atëherë do të përfundojnë duke adhuruar Zotin. Do të lutemi. Më parë, për ne të thuash Zot, unë kam kufi, ndihmon në mosbesimin tim. Kush është gati ta thotë këtë lutje? Më pas do të lutemi për të sëmurët. Kush është lutur ndonjëherë për një person të sëmur në jetën e tij? Kush ka pak frikë të lutet për një person të sëmur? Ne i rrëfejmë mëkatet tona. Me rregull. Pra, do të pyes, kush dëshiron të jetë një derkut sot? Amin. Po bëjmë një seminar dhe trajnim, kështu që në trajnim mund të bësh gabime, nuk është konkurrenca, është trajnimi. Pra, kushto që ka ndonjë sëmundje fizike, ne do të ftojmë atë person të vijë këtu, nëse dëshiron të jetë një mini eksperimental për ata që ushtrojnë besimin e tyre, disa tashmë kanë besim, ne duam të lutemi për jo. Dhe unë besoj për te shakas se ti mund të shërohesh sot. Sepse besoj dhe kam besim të Zoti im që nëse na ka thënë të ushtrohemi, nuk është se thot, mirë, u stërvitë, por s'do të ndodh asgjë. Për ndryshe nuk do të na e kishte thënë, apo jo. Një trajner, kur shef potencial të ti, investon tek ti. Unë kam bërë not garues, ndaj e di që është kështu, kush ka bërë sport e di. Nëse trajneri sheh që noton mirë dhe ke kohë të mirë, thot, unë do të investoj tek ti. I do të vish këtu nesër dhe unë do të investoj tek ti, por nuk investon nëse thot ky s'din as të qëndroj mbi ujë, çfarë ta çoj në garë? Ose ndoshta di të qëndroj mbi ujë, por është dembel, nuk do të vi kur në orën 5 të mëngjesit për të stërvitur. Prandaj nëse këtë vit Shpirti i Shenjtë na ka thënë se do të jetë një vit stërvitjeje për ne, unë besoj. Si dikush që ka bërë sport, se Zoti ka parë një potencial të madh në këtë kish duke thënë, ju do të jeni herojnë, ju do të jeni fitimtar dhe ne do të rrëzojmë mosbesimin në këtë kom me mbinatyrore dhe pikërisht sepse besojmë në Zotin ton. Atëherë ne do të lutemi unë. Besoj se gjërat do të ndodhin dhe do të realizohen dhe Zoti do ta bëjë. Amen. Kush beson bashkë me mua sot? Kush beson se dashuria e Zotit është mbi ne dhe ai nuk e thot këtë për shaka? Kush ka lutur ndonjëherë për dikë dhe ka parë shërime të dukshme të vërtetuara? Mund ta ngrini dorën, është diçka e mirë, nuk është mëkat, është në rregull. Kush mund të më japë 2 dëshmi për rastet e rëndësishme? Pepte, Tizi e janë këtu. Atëherë, njëherë, ndërsa po bëja një transmetim live, ishte babai i këtij djali që kishte pësuar një aksident. Dhe ai kishte humbur një pjesë të kaftës dhe kishte rënë në koma. Dhe kështu më thot, a mund të lutemi për të, dhe unë i thash, jo, shkojmë direkt, pra, shkova direkt në spital me gruan time dhe gjeta të gjithë të afërmit për para spitalit, rreth 30 vet, dhe sa po mbërrita atje. Shpirti i Shenjtë më thot, thuaju që ai nuk do të vdes. I thash, në rregull, sigurisht do të më rahin nëse nuk ndodh. Prandaj i kërkova babait qendrorit të vizitave, nëse mund të hyja në vend të njërit prej prindërve. Dhe babai, duke më njohur, më tha, do të lë vendin tim që të hysh ti. Dhe kështu fola me udhëheqësin tim për këtë rast dhe ai më tha, jepi ai që duhet të shkosh. Dhe kështu ai më dha këtë mundësi. Hyna brenda dhe ai ishte natyrisht në koma. Në sallën e reanimacionit, sa po hyra, Shpirti i Shenjtë më tha, merrja dorën dhe pyete nëse ai do të pranojë Jezusin. Dhe unë thash, ai është praktikisht i vdekur në koma.
por mora dorën e tij dhe i thash, do të pranosh Jezusin? Dhe ai ma shtrëngoi dorën. Sa po ma shtrëngoi dorën, unë u luta për të dhe ai u zgjua nga koma. I mungonte një pjesë e kafkës dhe mjekët nuk donin. Zhvendoset në tjetrin, a i del nga njësia e kujdesit intensiv sepse nuk besonin që ky djalë ishte zgjuar dhe a i praktikisht u zgjua nga koma dhe i thanë se nuk kishte asgjë më shumë që mund të bëhej për këtë djalë dhe a i do të qëndronte. Nëse zgjoj, do të mbeti një perime dhe në vend të kësaj a i është mjaft i gjallë. Dhe shihni. E po, le të themi se unë dhe burri im kemi pasur disa përvoja. Ka pasur edhe një rast tjetër kur po kërkoja një çantë të veçantë lëkure për një rast të rëndësishëm dhe zakonisht jam shumë e shpejt, shkoj, e marr dhe kthehem. Por këtë herë rrotullohesha dhe nuk po arrija ta gjeja dhe isha e habitur me veten. Thosha sa e çuditshme. Derisa një ditë hyj në një dyqan, edhe mjaft i pluhurosur, gjej këtë çantë vintage prej lëkure ashtu siç po e kërkoja. Por pronari i dyqanit ishte mjaft i vrashtë dhe kështu ishim unë me burrin tim pak të pavendosur, si për të thënë. Por në një moment burri im e përball dhe i thot: "Shiko, ajo është shumë e vendosur për këtë çantë, por sjellja jote nuk është as pak e mirë." Në atë moment a i shpërthen në lot dhe na thot se ishte i trishtuar, i hidhëruar sepse ishte i sëmur, kishte kancer dhe metastazat tashmë i kishin pushtuar pothuajse gjithë trupin. Në atë moment ndjej, ja siç thot pastori, atë forcë që vjen nga lart dhe i them: "Shiko, tani e kuptova pse kam shëtitur gjithë qytetin. Për ty, do me thënë Zoti më ka dërguar pikërisht për ty." Dhe kështu, në atë moment, ai që kishte qenë besimtar por ishte larguar, ne i propozojmë të lutemi dhe ai pranon, dhe unë ndjej që nga goja ime dalin këto fjalë. Unë i thyej dhe i thaj në këtë moment të gjitha metastazat në trupin tënë. Ai praktikisht do të operohej 2 ditë më vonë, vetëm për t'i zgjatur jetën ndoshta 2 ose 3 javë maksimumi. Por pastaj ne u informuam, shkuam ta vizitonim në spital, mjeku e hapi dhe e mbylli dhe i tha: "Shiko, kur ai u zgjua nga anestezia, jam i impresionuar, metastazat ishin të gjitha të thara, të thyera. Kështu që mund të kthehesh në shtëpi sapo të rikuperohesh i shëruar." Lavdi Zotit. Unë jam 12 vjeç dhe më kishin deklaruar se kisha sëmundjen e Crohnit. Kisha bërë të gjitha analizat. Të gjitha ato që duhen për të kuptuar që ke këtë sëmundje. Mamaja ime, e dëshpëruar sepse nuk kuptonte, por e dinte që ishte diçka e rëndë, shkoi te pastori dhe i tregoi historinë e trishtuar. Dhe pastori, duke e ditur sepse punonte në onkologji dhe që ishte një situatë e rëndë, sepse isha 12 vjeç, isha një fëmijë, thoshte nuk është e mundur. Ata u lutën për mua, unë ndjeva një zjarr që nuk kuptoja asgjë sepse isha prej pak kohësh në Itali, ndaj kuptoja që po ndodhte diçka mbi natyrore, por as nuk dije ta përshkruaja. Dhe më vonë, edhe mjeku im tha se nuk ishte e mundur, duhet t'i bënim të gjitha përsëri, por dokumentet, kolonoskopia, gjithçka ishte aty, nuk ishte e mundur që të kishte pasur ndonjë gabim. Në vend të kësaj, zotëria e operoi sepse u ktheva për të bërë analizat dhe gjithçka tjetër dhe ai i tha mjekut që kishim gabuar. Por ne gabojmë, Zoti që veproi. Amen. Është shumë e rëndësishme të dëgjojmë histori, sepse historitë motivojnë besimin tonë. Amin.
Gjithashtu kam në cvëntime një zonjë që është edhe nëna e disa vajzave nga kisha jonë. Ajo është nëna e Gjada dhe Gidlio Moro, që shkova në spital dhe i dhanë 2 muaj jetë dhe ajo është ende gjallë sot. Apo edhe nëna e një miku ton, Marcelo, të cilës i ishin dhënë 2 muaj për të jetuar plotësisht plot metastaza, tërësisht dhe në vend të kësaj Zoti e shëroi. Zoti është gjithmonë Zot. Amin, dhe kështu është e arsyeshme që unë besoj se Zoti mund të bëjë këtë. I e di këtë edhe në trupin tim, në veshka, e di sepse më një dhe ta kam thënë tashmë. Gurët që zhduken, kanceri që nuk është më dhe as nuk i kam kërkuar shërin Zotit në këto 3 raste, thjesht kam bërë kështu. Pije Zot dhe unë të besoj plotësisht ty nëse duhet të operohem mirë, nëse nuk duhet mirë prapë, sido që të jetë. Unë do të lavdëroj. Unë nuk jetoj për atë që më jetë, unë të dua ty dhe sa herë që janë dorëzuar pa u shqetësuar, kam marrë shërim çdo herë. Prandaj dëshmia ime është, kur hyn në pushimin e Zotit duke thënë, unë do të besoj dhe do të besoj tek ti, pavarësisht se si shkojnë gjërat, do të shërbej. Është një mënyrë tjetër për të shëruar. Tani do të lutemi dhe dua t'ju jap edhe një këshill tjetër. Një mënyrë tjetër që shpirti i shenjtë përdor, sidomos me shërimet, është që ndonjëherë ndjen një dhimbje në trupin tënd, që nuk e kishe më parë, vjen këtu dhe thot, kushto që ka këmbën e lënduar, është njësoj si e jotja. Je i qetë dhe fillon të ndjesh një dhimbje që nuk e kishe më. Kur ti thua, Zoti po shëron ditë nga kjo, personi shërohet dhe dhimbja të largohet automatikisht. Është një mënyrë e shpirtit të shenjtë për të komunikuar me ty se ku ai dëshiron të shërojë. Nuk është gjithmonë kështu, mund të jetë me një vegim, mund të jetë me një fjalë, por mund të jetë edhe fizikisht tek ti që Zoti po të tregon se po shëron ditë. Tani hymë në këtë moment besimi të mrekullive, hymë në këtë atmosferë dhe fillojmë mbi të gjitha të themi, Zot, ne besojmë, ja kemi dhënë jetën tonë ty, të njohim. Por të gjithë ne kemi zona mos besimi dhe duam t'i rrëfejmë këtë zona mos besimi. Bëje rrëfimin tënë, Zot, unë mendoj se ti mundesh. Të sigurosh ekonomikisht, por kur shoh një person të sëmur nuk arrit të lutem për atë person, nuk kam besim për këtë gjë. Prandaj tani ne do të luajmë lojën e sinqeritetit. Më mirë, Zot, nëse jam i sëmur e di që mund të shërohem, por kur hy në besimin për mrekulli ekonomike, sepse edhe këto i bën Zoti, aty e kam të vështirë. Atëherë, ki rrëfejnë Zotit kufit tanë dhe pastaj do të rrëfejnë besimin tonë. Amen. Vetëm mes teje dhe Jezusit, ndërkohë që sons, hajde këtu dhe fillo të hysh në një klim adhurimi me ne. Një lutje tjetër që ndjej se fryma e shenjtë po më thotë se duhet të lutemi është për njerëzit që kaluan në mbinatyrshme në fillim të konvertimit të tyre dhe më pas nuk pan më kaq shumë mrekulli. A ndodhi diçka? A është ky besimi juaj? Pra, nëse thoni se në të kaluarën time kam parë më shumë, paraqiteni këtë para Zotit sepse sot është dita për të ndryshuar historinë në emër të Jezusit. Fillo të lutesh me mua. Në këtë moment është lutje personale, ne dhe Zoti, pastaj do të lutemi për të tjerët, pastaj do të bëjmë laboratorin ton të mbinatyrshmes. Frymë e shenjtë, ne duam kaq shumë, o Zot. Të dëgjojmë fjalën profetike të këtij viti, që është viti i stërvitjes në gjërat shpirtërore. Kisha jote, o Zot, në Europë sidomos, por edhe në shumë vende të tjera të botës, në vendet më të zhvilluara, ne jemi bërë aq të Zot sa të besojmë më shumë në shkencë se sa tek ti, të besojmë më shumë në atë që lexojmë se sa në gjërat e qiellit. Sa që jemi blokuar plotësisht përballë fjalës mbinatyrore dhe sot duam të rrëfejmë mosbesimin ton, sepse në mendjen tonë ne e dimë që për ty nuk ka të pamundur, ne predikojmë, ne tregojmë që nuk ka asgjë të pamundur për ata që besojnë. Por prapë
Gjejmë veten duke besuar që Ti je Zot, që je Jezusi që ke vdekur për ne dhe megjithatë kemi bllokime me mbi natyren. Zot, nuk dua të bërtas për të krijuar një atmosferë. Dua bashkë me kishën të kërkoj falje për mosbesimin tonë, të them, o Zot, që jemi ende shumë të kufizuar në shumë fusha, në të tjera më pak. Secili ka besimin e vet në një fushë të ndryshme, por ne duam të shohim shenja, mrekulli dhe çuditëra në jetën tonë dhe në jetën e atyre që janë pranë nesh. Ndoshta kemi parë shumë mrekulli, edhe si kish në fushën ekonomike, në hapjen e kishave, por ne duam të shohim edhe shumë më tepër dhe nuk duam të mohojmë shërimet e mrekullueshme që na ke dhënë. Por do të donin të shihnin më shumë shërime, më shumë mrekulli krijuese, televizim më shumë me besim, më pak me frikë. Dhe unë e di, Jezus, që këtë zë e bëj zërin e të gjithëve ne. Ne sot vim para fronit tënd me shumë sinqeritet. Bëhem një me ata që janë në shtëpi, me ata që do ta shohin këtë video më vonë. Dhe ndonjëherë, Zot, edhe përmes shërbëtorëve të tu, që ndoshta kanë bërtitur, kanë ulëritur, por ne nuk kemi parë vërtet mbi natyroren, por kundrazi ishim të bezdisur nga ky mënyrë e re me veprimi. Dhe kjo i ka bërë shumë keq besimin tonë. Dhe ne duam të rrëfejmë sot Jezus që ka disa gjëra që i kanë bërë keq besimin tonë. Në vend që të prekeshemi dhe të kishim më shumë besim, filluam të dyshonim dhe i hapëm vend dyshimit brenda nesh. Dhe me shumë sinqeritet, unë, ata dhe të gjithë ata që janë me ne online dhe që do ta shohin këtë moment më vonë, duam të rrëfejmë se po, ne besojmë, por të lutemi na ndihmo aty ku ka hyrë dyshimi. Na ndihmo aty ku ka hyrë mosbesimi dhe ki mëshirë për ata që bëjnë një shfaqje shërimi ose mrekullish, por kjo shfaqje është vetëm mirëzore dhe po dëmton kishën në Itali në vend që të bëjë mirë. Ne lutemi sot. Punon në besimin tonë, Zot. Funksionon në aftësinë tonë për të besuar. Besimi është një dhuratë. Fryma e shenjtë bind shpirtin tonë për praninë tënde. Prandaj fryma e shenjtë mund të na bind edhe për fuqinë tënde. Sepse nëse na bind për praninë tënde, pse nuk do të mund të na binte për fuqinë tënde? Frymë e shenjtë, jemi këtu. I hapemi pranisë tënde duke rrëfyer kufizimet tona dhe duke kërkuar në emër të Jezusit që të mos jetë përmes fuqisë njerëzore, as përmes forcës njerëzore, por përmes fuqisë së frymës së shenjtë, lëvizja e Perëndisë në të gjitha kishat tona, në kombin ton, në këtë kontinent. O Zot, ma ke thënë qartë se zgjidhja për Europën është spiritualiteti. Është një popull që lutet, është një popull që agjeron, është një popull që beson, është një popull që lëviz në frymë. Prandaj tani merr një çast të vogël ku unë nuk flas dhe ku flet ti me Zotin. Shpalos para Zotit zonën tënde të mosbesimit. Tani fillon të rrëfesh besimin tënë, ke rrëfyer mosbesimin tënë, tani rrëfejmë besimin tonë dhe fillon të thuash, unë e di që ti je Zot. Fillon të thuash gjithçka që beson për Jezusin dhe gjithçka që beson se ai mund të bëjë. O Zot, unë e di që ti mund të sigurosh, e di që ti mund të shërosh, e di që ti mund të krijosh nga asgjëja. E di që ti mund të fshish raportet mjekësore, di që ti mund t'i magnitësh njerëzit, di që ti je Zot dhe po lutem për një lëvizje të vërtet të shpirtit të shenjtë në Itali. Po lutem për një lëvizje të vërtet të shpirtit të shenjtë në jetën time dhe në jetën tonë.
po lutem për një lëvizje të vërtet që nuk varet nga njerëzit, por që varet drejt për drejt nga qielli, o Zot, ku njerëzit mund ta prekin me dorë. Ajo që ti mund të bësh përmes fuqisë tënde dhe jo vetëm përmes pranisë tënde. Shpirti i shenjtë. Tani fillo t'i kërkosh dhuratat Zotit. Fillo t'i kërkosh të gjitha. Fillo sidomos tani ato të fuqisë. Tani, nëse ke një dhimbje, një problem, dua të të ftoj të vish këtu përpara. Nëse ke dëshirë të na lejosh të lutemi për ty, ne duam ta bëjmë këtë. Do të jesh pak si kavje për disa, për të tjerë do të jesh fryt i mrekullisë së tyre. Dua të të ftoj, nëse thua çfarë do qoftë, një dhimbje fizike, diçka brenda, një sëmundje reale, një sëmundje degenerative, ne duam të ushtrojmë besim. Shikoni, nuk duhet të bëni. Nuk është forca jote. Duhet vetëm të lutesh në emër të Jezusit.